Përdorimi i telefonit gjatë drejtimit të mjetit është bërë shkak i regjistrimit të aksidenteve absurde në rrugët e Durrësit, pasi përplasjet mjet me mjet kanë ndodhur ndërsa qarkullonin me shpejtësi minimale. Por nuk është vetëm aparati celular shkaktari i aksidenteve që shohim çdo ditë në akset e qytetit. Drejtimi i mjetit me shpejtësi tej normave të lejuara është shkaku kryesor i numrit më të madh të aksidenteve brenda në qytet apo në akset interurbane. Në zonat interurbane kemi shpejtësinë dhe përdorimin e alkoolit, që janë dy nga shkaktarët kryesorë, ndërsa në zonat urbane kemi shpejtësinë dhe përdorimin e telefonit. Kjo duke marrë shkas se kemi dhe aksidente që ndodhin me 5 apo 10 km/h lëvizje me mjet. Përdoruesit e ri të mjetit deri në moshën 35 vjeçare janë kryesisht drejtuesit që shkelin normat e shpejtësisë. Sipas statistikave të Policisë Rrugore Durrës, 3 muajt e parë të këtij viti kanë regjistruar një numër më të vogël aksidentesh në total, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Si numër, do bëjmë një krahasim në 3 mujorin e 3 e parë të 2025 dhe 3 mujorin e parë të 2024, kemi një numër më të vogël të aksidenteve, ndërsa aksidentet me dëme materiale kanë pak shtim, rreth 50 ose 60 aksidente me dëme materiale më shumë. Dhe kemi ulje të konsiderueshme të aksidenteve me dëme shëndetësore që klasifikohen si plagosje të lehta mbi 9 ditë. Në një qytet ku lëvizja me makinë në orarin e pikut të trafikut është një makt për çdo drejtues mjeti, shkelja më e zakonshme e kodit rrugor është parkimi i gabuar. Shkelja më e zakonshme në rrugët e qytetit Durrësit, që faktikisht nuk ka lidhje me sigurinë rrugore, por me ngarkimin e trafikut, është parkimi i gabuar, që Durrësi është akoma shumë mbrapa nga qytetet e tjera. Kjo lidhet më shumë, besoj, me edukatën qytetare. Një drejtues mjeti parkon mjetin në mes rrugës dhe nuk e ka problem fare se pengon gjysmën e qytetit. Dëshira për të drejtuar mjetin ul shpesh në timon adoleshentë që ende nuk i kanë mbushur të 18-at, por në rrugët e qytetit bregdetar regjistrohen dhe raste më flagrante, kur të mitur janë diktuar nga efektivet e policisë duke lëvizur në akset qytetase. Mosha më ulët ka qenë mosha 9 vjeçare, ndërkohë që edhe babai ishte në vendin e parë të mjetit. Është njoftuar shërbimi social i bashkisë për rastin dhe është marrë dhe masë administrative ndaj babait, e cila është pezullimi i lejes drejtimit për 1 muaj dhe 100.000 lekë të reja gjoksi. Në një kohë kur qyteti bregdetar po nis përgatitjet për sezonin turistik dhe pret shtim të numrit të mjeteve në akset urbane dhe interurbane, apeli i Policisë Rrugore për shoferët është shmangja e lëvizjes nën efektin e alkoolit dhe tej normave të lejuara.